ne gjatë agjerimit duhet edhe të agjerojmë e mos t'i dëmtojmë të tjerët. Pejgamberi a.s. na porosit dhe kërkon nga ne që nuk është e kërkuar nga ne që ne të largohemi vetëm prej ushqimeve dhe prej pijeve, por pejgamberi a.s. kërkon që ne krahas abstenimit dhe largimit që largohemi prej syfyrit deri në iftar, prej ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve intime, legjitime, pejgamberi kërkon nga ne që ne të largohemi prej fjalëve fyese, fjalëve ofenduese, ofendimeve, shprehjeve vullgare, Allahu na rujt ndonjë përleshje e ku ta diune. Prandaj, sikur nga kjo porosi e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ne kuptojmë se ne gjatë agjerimit duhet edhe të agjerojmë e mos t'i dëmtojmë të tjerët. Agjero nga dëmtimi i të tjerëve. Edhe kur jashtojmë agjerimit ton edhe këtë vlerë, atëherë agjerimi ynë i muajit të bekuar të Ramazanit kompletohet edhe merr fuqi edhe më shumë. Do të thonë, ne nuk po ndalemi vetëm prej ushqimeve, pijeve dhe nuk po e frenojmë epshin ton prej syfyrit deri në iftar, por ne po agjerojmë edhe nga dëmtimi të tjerëve. Prandaj pejgamberi a.s. tha, Allah nuk ka nevojë për urinë dhe etjen e asnjërit për juve, nga se esenca dhe qëllimi final i agjerimit është që ne nëpërmjet agjerimit provojmë të ngritemi në grada dhe shkallë të lartë të devotshmërisë. Në të kundërtën, nëse agjerimi nuk na prodhon dhe nuk na dhuron devotshmërinë, atëherë prej agjerimit ton ka mbet vetëm etja, uria, molisja, lodhja. Është një agjerim shterp, është një agjerim pa rezultate dhe fryte, është një agjerim pa shpirt. E kundërta kërkohet prej agjerimit, nga se agjerimi dëshiron që neve të na stërvitet, të na kalit, e ne nëpërmjet agjerimit provojmë të jemi më afër tek Zoti ynë, ne nëpërmjet agjerimit provojmë të bëhemi më të mirë, ne nëpërmjet agjerimit e stërvitim karakterin dhe personalitetin ton, ne nëpërmjet agjerimit korrigjojmë, por edhe përmirësojmë edhe sjelljet, por edhe reagimet tona. Ky është qëllimi i agjerimit, i ju të nderuar dhe shumë të respektuar.